Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu thot e ka përshkruar me 3 fjalë. Ky thot kështu: 3 vet nga Kurejshët thot kanë qenë me ftyrat më të bukura. 3 vet prej fisit Kurejshët kanë qenë me ftyrat më të bukura, kanë qenë me moralin më të lartë dhe janë më të turpshmit. Ka thonë kur të flasin nuk të gënjejnë, edhe nëse ti ju flet nuk të përgënjeshtrojnë. Ka thonë e këta burra ka thonë janë Ebu Bekri radhiyallahu anhu, Osman ibn Affani dhe Ebu Ubejde ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Para do të thotë mesin e këtyre burrave që i ka veçuar Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu ka qenë edhe emri i këtij burri të madh. Ebu Ubejde ishte prej të parëve që ka pranuar fenë islame, edhe ishte prej njerëzve që i rahise, i takoj të jetë pjesëmarrës në rreziqet më të mëdha që i kanë vëshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe umetit. Njeriu kur është në fillet e kauzës dhe kur është në shoqërim të burrave të mëdhaj, normal që i bin hise, i bëro hise që të jetë prej të parëve që të migrante, që talente vendlinjen e tij me urdhën e pejgamberit alayhis salam të emigrante për në Abisini. Po gjithashtu ishte prej burrave që shkoi pas pejgamberit alayhis salam dhe bën hijrat edhe në Medinë. Gjithashtu Ebu Ubejde përjetoi jetë të hidhur atë zullumin e madh në ditët e para të internimit, kur i leqetën, e dini, keni lexuar dhe keni ndëgjuar, në kohën kur u leqet pejgamberi alayhis salam dhe u internuan në pjesë të shkretinës, pa ushqim, pa veshmbathje, do të thotë në bukur kohë gjatë. Ky është prej aty në burrave që i përjetoi këtë dhimbje, e përjetoi këtë tmerr, e përjetoi këtë internim, e përjetoi këtë uri për krah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe aty në pak muslimanëve që i kishin bashkangjitur pejgamberit alayhis salam dhe kauzës së Islamit, qysh në fillet në ditët e para të Islamit.